Panajot dhe Boni Hamzallari janë dy vëllezërit e rinj korçar, të cilët po spikasin me talentin e tyre në fushën e muzikës. Të dy luajnë në kitarë dhe këndojnë, ndërsa gjatë këtyre ditëve të festave kanë qenë disa herë në skenën e Pazarit të Vjetër të Korçës për të kënaqur vizitorët e shumt. Ata tregojnë se kanë kohë që këndojnë edhe pse veten e shohin jashtë Korçës. Ne kemi rreth 10 vite që këndojmë dhe merrem me muzikën live. Këngët kryesore që janë për ne janë serenate korçare, sepse është brumi ku ne jemi rritur. Në ato jemi rritur, në ato jemi mësuar dhe është muzika e shpirtit tonë. Neve studiojmë dhe rrymën rock, edhe luajmë edhe rock. Të ardhme, nuk mund ta themi të ardhme, por një pasion joni. Është çështja e mbështetjes. Domethënë ne nuk kemi shumë mbështetje, domethënë për krimet që neve duam të bëjmë. Nuk mendoj që arti dhe zhanri mund të mbështetet në këtë vend, për arsye se mbështeten shumë antivlera. Neve kemi disa krimtarit tonat origjinale që së shpejti do t'i lançojmë, pak nga pak, për të kënaqur në radhë të parë shpirtin ton, edhe për të kënaqur disa njerëz me kokra që pëlqejnë këtë lloj muzike. Janë të shumë të rinj si dy vëllezërit Hamzallari, të cilët kërkojnë mbështetjen e institucioneve për promovimin e tyre artistik në juglindjet e vendit.